Teksa ende po fesohet armëpushimi në Gaza, një tjetër vatër konflikti është ndezur në lindjen e mesme. Tensionet në kufirin mes Afganistanit dhe Pakistanit janë përshkallëzuar ndjeshëm pas një serie përplasjesh të armatosura në rajonet malore veriore, ku sipas qeverisë së Talibanëve janë vrarë të paktën 58 ushtar pakistanez në atë që ata e kanë cilësuar si një akt hakmarrjeje. Zëdhënësi i qeverisë afgane, Zabiullah Mujahid, deklaroi në një konferencë për shtyp të dielën se sulmet ndaj forcave pakistaneze ishin përgjigje ndaj shkeljeve të hapësirës afgane dhe bombardimit të një tregu civil nga ana e Pakistanit të njëjtën e kaluar. Nga ana tjetër, ministri i brendshëm pakistanez Mohsin Naqvi e quajti ofensivën afgane të paprovokuar, duke akuzuar talibanët për sulme ndaj civilëve. Ai paralajmëroi se Pakistani do t'i përgjigjet me një gur për çdo tull. Përplasjet kanë ndodhur në zonat kufitare Kunar Kuram, ku të dyja palët kanë përdorur armë të lehta dhe artilleri. Krahas 58 të vrarëve në radhët e ushtrisë pakistaneze janë raportuar edhe rreth 30 të plagosur, ndërsa nga pala afgane janë konfirmuar 9 të vrarë dhe deri në 18 të plagosur. Një zyrtar policor nga Kuram tha për BBC se zjarri i rënd nga territori afgan filloi rreth orës 22 me orën lokale dhe zgjati për disa orë. Islamabadi akuzon prej kohësh qeverinë talibane se strehojnë grupin militant Tehrik e Taliban Pakistan, i cili kryen sulme në territorin pakistanez. Talibanët afgan i kanë mohuar vazhdimisht këto akuza, duke theksuar se nuk lejojnë përdorimin e tokës afgane kundër ndonjë vendi tjetër. Ndërkohë, ministri i jashtëm afgan Amir Khan Muttaqi, gjatë një vizite historike në Indi, tha se Afganistani nuk ka probleme me popullin apo udhëheqjen pakistaneze, por theksoi se disa grupe në Pakistan po përpiqen të përkeqësojnë situatën. Si pasojë e përshkallëzimit të dhunës, kalimet kryesore mes dy vendeve, Torkham në veri dhe Chaman në jug, janë mbyllur, duke bllokuar qindra kamion me mallra në të dy anët e kufirit. Një zëdhënës ushtarak pakistanez tha për BBC se ushtria është e gatshme të ndërmarrë çdo masë të nevojshme për të mbrojtur jetët dhe pronat e qytetarëve të saj. Arabia Saudite, e cila muajin e kaluar nënshkroi një pakt mbrojtës me Pakistanin, bëri thirrje për vetëpërmbajtje dhe shmangje të çdo përshkallëzimi të mëtejshëm, ndërsa Katari u bëri thirrje të dy vendeve që të prioritizojnë dialogun, diplomacinë dhe maturinë.